Është afruar përfundimi i renovimit të kuzhinës së Spitalit i Përgjithshëm Isa Grezda në Gjakov. Sipas drejtorit të spitalit Helmi Shala, kuzhina po rregullohet sipas standardeve më të mira bashkëkohore me qëllim përmirësimin e kushteve të punës dhe shërbimeve për pacientët. Ka qenë investim shumë i nevojshëm dhe shumë i domosdoshëm, për shkak se kuzhina ka qenë qysh kur është ndërtu spitali, nuk ka pas investime në këtë vend, ambienti ka qenë i papërshtatshëm edhe për punëtorët, po edhe për përgatitjen e ushqimit. Dhe në këtë rast SHSOK-ja, pra Shërbimi Spitalor Klinik Universitar, me përkrahjen e drejtorit e përgjithshëm të SHSOK-s, drejtorit Elvira Azizi, projekti është mbështet, është një investim mbi 200.000 euro dhe ka qenë shumë e nevojshme dhe domosdoshme për ndërhyrjen në këtë pjesë. Shala bëri të ditur se kuzhina do të pajiset me aparatura të reja moderne të cilat do ta lehtësojnë punën e stafit dhe do të rrisin efikasitetin në përgatitjen e ushqimit. Do të jenë edhe pajisjet e reja, do të jenë edhe pajisjet ftofse, gjithçka do të jetë e re. Në kuzhinë do ta na mbështet edhe projekti ISS, pra shteti zvicran, me transportin e ushqimit dhe një dhomë të ftofse. Në këtë pjesë do të na përkrajnë ata. Ai theksoi gjithashtu se përveç përmirësimit të cilësisë së ushqimit janë bërë edhe shumë ndryshime të tjera infrastrukturore brenda hapësirës së kuzhinës. Unë kam insistuar që transporti i ushqimit nga kuzhina deri tek pacienti dhe deri tek personeli shëndetësor të shkon në mënyrë të sigurt dhe të jetë me jene të përshtatshme, ku të ruhet temperatura, të ruhet cilësia, por edhe siguria e ushqimit. Kuzhina e renovuar pritet të lëshohet në funksion shumë shpejt.